Banka Botërore në raportin e pranverës për Ballkanin Perëndimor ka ulur projeksionet për rritjen ekonomike të Shqipërisë për vitin 2025 dhe 2026. Institucioni financiar ndërkombëtar thotë se rritja ekonomike e Shqipërisë gjatë vitit 2024 vijoi të mbetet e fortë në rreth 3.9%, ndërsa pritet të arrijë në 3.2% në 2025-ën, duke ulur projeksionet me 0.2% dhe 3.1% në 2026-ën, duke ulur projeksionet me 0.3%. Banka Botërore thosë se rreziqet ndaj perspektivës janë shtuar për shkak të pasigurisë që rrethon perspektivat ekonomike globale dhe tregtinë. Ne presim që rritja ekonomike e Shqipërisë të vijojë të jetë e qëndrueshme në të ardhmen e afërt, megjithse pasiguritë rreth tregtisë globale dhe rritjes së përgjithshme paraqesin rreziqe potenciale. Për të mbështetur qëndrueshmërinë e rritjes së saj ekonomike, Shqipëria duhet të vazhdojë zbatimin e reformave që synojnë rritjen e produktivitetit, përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe ndërtimin e një shteti digjital, duke u integruar më tej me vendet fqinje dhe Bashkimin Evropian. Rritja ekonomike do të mbështetet nga rritja e konsumit, investimeve dhe të ardhurave nga turizmi. Kjo rritje sipas raportit të Bankës Botërore ka gjasa të ndikojë në uljen e varfërisë në Shqipëri. Inflacioni pritet të kthehet në objektivin 3% gjatë vitit 2025 dhe të luatet rreth këtij niveli për periudhën afatmesme. Ndërkohë, deficiti llogarisë korrente parashikohet të jetë rreth 3.7% e prodhimit të brendshëm bruto nga viti 2025 në vijim, që është niveli më i lartë se në vitin 2024, por nën mesatarin e tij historike.